Sot kredia më e madhe që është jep historinë e Kosovës. Të nderuara zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në këtë ngjarje. Kaq të nderuar, ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes së nderuar të huas historike midis International Finance Corporation, që është anëtare e Bankës Botërore, dhe Prishtina Mall. Shënohet një moment krenarie, jo vetëm për partnerët e përfshirë, por gjithashtu edhe për gjithë Republikën e Kosovës, si një simbol i besimit, i përparimit dhe vizionit për zhvillim të qëndrueshëm. Një projekt për ta financuar dhe për ta ngritur Prishtina Mall në nivel më të lartë. Erdhën shumë shpejt në një bashkëpunim shumë të afërt me AFC-n, me IFC-n deg e Bankës Botërore. Sot realisht na kemi një kontratë që është një kredi më e madhja që është jep ndonjëherë në sektorin privat, që është 75 milion euro, po me mundësi edhe më shumë, veç a kemi projekte, kështu që këtë pjesë e kemi diskutuar. Sot fillon bashkëjetesa me IFC-n. Tani është momenti i nënshkrimit zyrtar të marrëveshjes huas historike në mes të International Finance Corporation dhe Prishtina Mall. Procesi ka qenë edukimi, procesi, zhvillimi dhe standardizimi shumë proceseve, plus edhe certifikimi shumë proceseve ndërkombëtare, gjitha këto e bën vetvetiu procesin kompleks. Jo të pamundshëm, po kompleks, dhe më thonë që do kohë të kryen të gjitha ato kërkesat që faktikisht i parashes standardi i IFC-s. IFC-ja është një institucion ku edhe Kosova është aksionar, është pjesë e Bankës Botërore, dhe për të zhvillu edhe në Kosovë dhe në rajon, sot është hapë porta serioze. Sot kredia më e madhe që është jep në historinë e Kosovës dhe biznesit privat, nuk është jep asnjëherë.